Andaj, po hym, inshallah, në këtë muaj të bekum të Ramazanit, për me fillu me vetën tonë, për të fillu me vetën tonë, për ta parë vetën tonë, për t'i parë mundësitë tona të cilat i kemi. Ramazani na i shpërfaq mundësitë tona, aftësitë tona, kontributin tonë që mund ta japmi për feje, për adhej, për familje e për shoqëri. Është Ramazani ai që na i identifikon gjitha mundësitë e tona. Andaj, po hym në këtë Ramazan për të përpjek me rregullu vetën tonë. Në moment që e rregullojmë vetën tonë, ta keni shumë të qartë, e kemi rregullu edhe familjen tonë. Në moment që kemi rregullu familjen tonë, ta kemi shumë të kristalizume në mendjen tonë, se e kemi rregullu edhe shoqërinë tonë. Në moment që e kemi rregullu shoqërien, e kemi rregulluar tërë botën, e kemi rregullu. Ne qojmë peshë të madhe në shoqëri. Mos të mendon dikush se jemi të pavlerë. Asgjë nuk bën nëse unë përmirësohemi, apo unë bëj vepra të liga, asgjë nuk bëj. Jo, dashurit e mi, ne për shoqërien jemi aset. E sidomos do thot për familjen tonë. Andaj vjen Ramazani për të bërë përpjekje maksimale që na me rregulluan vetën tonë. Vjen Ramazani për të na thonë, në vend që të ulësh në karrigën e marrjes përsi për atë shkopin magjik për t'i ndryshu gjërat, mos akuzo as kënd dhe mos ja le fajin as kujt. Gjithmonë shiqohe vetën se mos vallë edhe unë jam pjesë i këtij faji dhe i këtij problemi, nëse nuk kam bërë asgjë për ta rregullu dhe për ta përmirësu. Dashurit e mi, familjet e tona kanë nevojë për një njeri të këtill i cili e ka rregullu dhe e rregullon në çdo kohë dhe moment vetën e vet. Familjet e tona kanë nevojë më na pa neve të buzëqeshur, të dashur, kreativ, energjik, njerëz transparent që di me mirë kuptu edhe gabimin e familjarit, po di me i dhon kurajo edhe kur të gabon, po di me ja dhon edhe zavendësimin edhe për t'u përmirësu. Ne dhe familjet e tona kanë nevojë për një njeri që jep një mesazh të këtillë. Të dashurit e mi, vjen Ramazani, insha Allah, për të na thonë, atë që u ngrit vetdijen, respektane dhe nderane. Atë njeri që u ngrit vetdijen, u vetdison, pa marrë parasysh se çfarë profesioni ka ai njeri, nderane, respektane, çmane, vlerësane, ndihmani, përkrahne, sepse për atë kemi shumë, do të thot, nevojë. E në asnjë moment mos u bëni viktim për ta eliminu atë i cili u ngrit vetdijen masës. Bile njëri nga ulemat e mëdhej e sjell shembullin e një bariut, i cili në kopen e vet, në mëngjesin e hershëm, vjen ujku për ta ngrënë delën. E ai thot, i pari nga krijesat që po e ndëgjojke rrezikshmërinë e ardhjes të ujkut, ishte Xheli, Knusi. E ai po këndojke. E kur të zhurmon ai, ngritët qeni që po i ruan delët, dhe ngritët bariu, dhe ngritët e tërë familja. Uku, rahatohen delët, qetësohen familja, mirë po në drek, thojnë, elhamdulillah që pështum dhe nuk morëm asnjë rrezik, nuk na bani dam uku. Hajde ta presmi Knusin,
e ta shtrojmë një drejke të kënaqemi. Fatkeqësia e kohës është që ata dhe ato që po dojnë me ja ngrit vetdijen popullit, ata po eliminohen, ata po shantazhohen, ata po largohen nga shoqëria, ata po largohen nga kolektivi. Këtë kemi në çdo institucion. Kush e ngrit zërin e arsyes, po konsiderohet një lloj armiku, një njeri që është kundër nesh, një njeri që nuk po i pranon vlerat, që o bove shkë me kundërshtu. Ky person nuk kundërshton që ta ka inat. Mirë, po ky person don që institucionin, shoqërien, me pa mirë e ma mirë në piedestalet më të larta dëshiron për me paën. Për këtë arsye ky e ngrit zërin. Andaj, vjen Ramazani për të na i dhënë neve këtë shembull. Njerëz, vëllezër, motra, musliman, njerëzit që u ngritin vetdijen shoqërisë, nderani, respektani, çmani, vlerësani, ata janë më shumti që dojnë të mirën, do thot këtij vendi dhe shoqërisë në përgjithësi. Vjen Ramazani me mesazhin e tretë që të na thot, burra dhe gra, vëllezër, motra, feja është shumë e bukur. Feja është shumë e bukur. Është e tëra e bukur, e tëra me sjellje të bukura. I urreni njerëzit e vrazhd dhe të egër, thot me arsye i urreni njerëzit e vrazhd dhe të egër. Është shumë interesant sepse kjo feja është e bukur, nuk i don arrogantët. Bile arrogantët sa më pak dojmë mi pa para publikut, para ekraneve televizive. Nana për ekrane televizive nga njerë nuk pedim, a imi të këshyrë Bruslien, a imi të këshyrën të thëtë të quen ata panelistat duke urrejnë me zveti. Këta janë duke na i terrorizu familjet e tona. Alhamdulillah që nuk jemi të këshyrë, dhe thëtë edhe shumë, jemi të mundu, mi orientu familjen dhe shoqërit nga njerëzit që na plasojnë vlera, që na japin unifikim, që na japin mësime të vyera. Jo, dhe thëtë që shfaqin mlef i natë dhe janë të egur. Sikur ndonjëri prej tyre, thëtë, të ishte tregtar, dhe une të kisha nevoj për produktet që ai po i shet, vallai te ky njeri i egër, i vrazhd, kur nuk isha me shku me i blejen. Bile ky po jep edhe një mesazh. Gjeni për me u furnizu njerëzit që kanë pritje të mirë. Kur ti hish në dyqan, apo në restorant, apo në pumpë benzinës, apo kudo që ti hish, ai ngritet në këmbë, të prit me buzëqeshje, dëshiron mirë se ardhje, të afron shërbimin më të mirë të afron. Edhe në bank kur të shkojsh, edhe në komun kur të shkojsh, edhe në ministri, një i cili tregon kulturën ndaj qytetarit, a e keni vrejt? Taburi u bohët të shalterit tina, të drejtarja tina, se cili po don me komuniku me ta. Ky vrasht, luj karta ti që aty, nuk je për diçka tjetër. Luj karta që aty do thënë. Thot, si kur ta disha që ky tjetëri është i but, e ky i egër, vesh të ky i buti kisha me blejen, të as një tjetër ju. Thot, edhe si kur të ishte nën pons, e on kam nevoj për të, përsëri do të shkoja vetëm në zyrën e atij i cili është pozitiv për ta marrën një shërbim. Por fatkeqësisht, apo fatkeqësia e madhe është atëherë kur ai është, thot, presfetar. Ju prim njerëzve në namaz. Dhe është këshillues, dhe është davetxhi, i thret njerëzit për tek dini i Zotit, dhe është i vrazhd. Thot, vallaj, edhe fejen prej tina nuk isha me marrë kur. Edhe fejen prej tina nuk isha me marrë kur. Si kur po dënë më na thonë, njerëz, vëllezër dhe motra, po vjen Ramazani, neve më na i dhonë shembullin më të mirë. E cili janë shembulli më i mirë?
shembulli më i mirë është që na me qenë pozitiv. Jo do thot me qenë agresiv. E katërta me radhë, po vjen Ramazani në ditën e parë, që në ditën e parë, ne me janë nxjerr vetës për qëllim që on do të hynë këtë mujt bekum të Ramazanit, 5 libra do t'i lexoj, se do t'a kujtoj fjalën e të madhit Allah, që fjala e parë që ka zbrit në Kur'an, me mesazh që vjen Gjebrail e mirë tek Muhammed Mustafaja, vjen me fjalën lexo, mëso dhe studia. Nuk muj me pranu, thot, që me hy dikush në Ramazan dhe një libër mos me lexuën. Sikur që nuk muj edhe me paramendu që me hy Ramazani edhe me dal e besimtarët mos me përfundu leximin e Kuranit azimushan. Lexon e shqip dashurit e mi, për gjithë ata që nuk kanë njohuri për ta lexu në gjuhën origjinale, lexon e shqip, se jam i bindur tek i madhi Allah xhaleshanuhu ve xhelaluhu se kemi me marrën shpërblimin e vërtet. Po vjen Ramazani dashurit e mi, me hyne në të, e të gjithë me ba me shenj nga ne, sa i edukum, sa i qytetërum, sa i kulturum, sa i emancipum, sa i dashur, sa human. Po vjen Ramazani më na pa neve dorës gjatën, që kjo dorës gjatër, ky humanizëm, neve më na shoqëru edhe 11 muaj tjerë. Na nuk jemi vetëm sezonal, se zatën Zoti nuk i don njerëzit sezonal, po i don ata cilët janë të mirë, të vazhdueshëm. Të vazhdueshëm, mirë, po në muajin e Ramazan e marrin atë energjinë më të madhe dhe më sublime. Po vjen muaji i bekum Ramazani, dashurit e mi, për me na gjet neve të unifikum, dhe po na thot, nëse Ramazani nuk ju bashkon, nëse ky adhurim më i madh që është shtylla e 5 e Islamit nuk ju unifikon, nuk ka gjë tjetër që mund t'ju unifikon juve. Nuk ka mundësi me hy Ramazani e neve, nuk duhet me hy Ramazani e neve më na gjetë përçam, dashakqenj, dhe shiqojmë njëri tjetrin me bish të syrit. Nuk guxon Ramazani më na gjetë. Është mesazhi i këtij muajit të bekum të Ramazanit. Vjen Ramazani për më na i dhënë një shembull sublim. Më të mirë të Ramazanit janë ata që janë më të mirë dhe më të sjellshëm në familjet e tyre. Më të mirë të Ramazanit janë ata që kanë sjelljet më të mira në familjet e tyre. Për këtë dashurit e mi, jemi në këtë xhuman e fundit të këtij muaji të bekuar Shaban, që po hym vesh po shkelmi në muajin e bekuar të Ramazan, që është dhurata më sublime hynore për ne besimtarët, një mundësi për t'u afruar edhe më shumë tek Zoti. 11 muaj kemi bë përpjekje për me përmirësu veten, për mu afru sa ma shumë tek i madhi Allah xhaleshanuhu ve xhelaluhu. E vjen ky muaj, edhe na jep mundësinë edhe më të madhe për t'ju afru Zotit xhaleshanuhu ve xhelaluhu, për ta forcu besimin ton, për ta shtu durimin ton, dhe të njëjtën kohë për t'i marrë përgjegjësitë tona se cili që i kemi. Se cilin nga ne ka përgjegjësi. Vjen Ramazani më thonë, ndaj këtyre përgjegjësive kemi u pyet para të madhit Allah xhaleshanuhu ve xhelaluhu. Andaj shiqohet cila është përgjegjësia jote. Pejgamberi alayhi salatu wassalam po na thot, Ramazani është kjo dhuratë hynore. Na ka përgëzu për ardhjen e këtij muaji të bekum të Ramazan, dhe thajke, ju erdhe Ramazani, muaj më i bekuar, agjerimi i cilit në këtë muaj është bërë obligim nga ana e Allahut madhruar për çdo besimtar dhe për çdo besimtare.
është kjo disiplinë hyjnore që zbret në shpirtat e tonë, në mendjet e tona. Kjo disiplinë nuk është e fokusume vetëm të ngrania dhe të pija, po ky rregull i Ramazanit është për me qenë na preciz, korrekt, të terminit, profesionist, të fjalës, të besës, të perfeksionimit të punëve tona, të misionit ton, të profesionit ton. Vjen Ramazani më na i dhon këtë katalog të obligimeve. Fatkeqësia e madhe është që nga njëherë Ramazani po kuptohet tek disa vesh për ta rregulluar tavolinën e bukës tonën, vesh për të ngrënë edhe për të pi, edhe ndoshta nga njerë me qortu, pse nuk e sjellë edhe atë, pse është mangu kjo, e pse do thot është kjo tjetra këtu. Jo erdhi Ramazani me këtë qëllim, muaj e xherimit, këtij adhurimit, këtij ibadetit me vlera dhe shpërblime shumë të veçanta, për cilën Allahu i madhruar urdhëron dhe thot: o ju besimtar, ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si që ishte i urdhëruar edhe për popujt e tjerë. E ka një qëllim agjërimi, që ju me u bo më devotshëm. Çka është kjo me u bo më devotshëm? Me qenë më korrekt. Devotshmëri do me thonë korrektësi. Shpesh devotshmëria thot me ul kokën, mos me fol, mos mu vesh mirë. Jo, devotshmëria është me qenë korrekt. Fol, po me ja qëllu, me fol kur është koha, me ngrit zërin kur është nevoja, me i kry punt, ama me korrektësi. Devotshmëria është do thot korrektësi. Për këtë Ramazani vesh tjera është na mëson vetë përmbajtjen, na i mëson drejtësien. Na si muslimane kemi plot gojën drejtësie kemi. Mirë, po kur vjen kohan, kur vjen momentin praktik, mas shumë ti mungon drejtësia të na muslimant. Mas shumë ti mungon drejtësia të na muslimant. Bile, shpesh të fetarët e gjemi mos drejtësien. E na të fetarët apo dhe masa tjetër ka shumë ymët, ka shumë shpres, edhe e beson fetarin. Ama në moment kur nuk ka drejtësi të fetari, te kush kemi me pas drejtësi? Na jemi gëzumër burë që na u ka bo një fetar asamblest. Jemi gëzumër burë që na u ka bo një fetar deputet. Jemi gëzumër burë që e ka marrë një përgjithësi një fetar. Po t'ja e ke marrë veç me marrë qatë rroga. O Allahu që ku mbenu ndryshe, po nuk ishën qysh ku menu. Me një fjallë tash ti, edhe ti e bo si kur ata që ko kanë kanën. Po s'po du të mjavë prishën. Dashurit e me, ata që nuk e ngritin zërin e të drejtës, ata e kanë edhe haram me e marrën, do thot qatë pag, qatë rrog, në qatë institucion. Duhet me ngritën zërin, për këtë po vjen mu i drejtësijës, mu i sakrificës, mu i solidaritetit, vlera këto që janë të pandara, edhe nga historia jonë kombëtare. Shqiptarët gjithmonë kanë qenë solidarë, shqiptarët kanë qenë gjithmonë të drejtë. Vetëm që kemi pas drejtësi, të tjerët na kanë shkel. Se shqiptari kur nuk ka ditë me gënjy, kur nuk ka ditë me tradhtu, kur e të tjerët na i kanë keq përdor. Bile sot po thojnë, po du të mu konën ka pak dredhe shdredh. Jo, dashurit e mi. Ka nevoj me pas metodologji. Po metodologjia nuk është tradhti. Ka nevoj me përdor diplomaci. Po jo për me e thy drejtësien, edhe për mi humbën vlerat. Këto në emën të diplomacije, se në emën do të thot të një gjindje së mirë,
po e marrin do thot, edhe po e shantazhojnë do thot drejtësinë. Të dashurit e mi, këto janë edhe vlera kombëtare tonën.